A duhet besuar fallxhiu dhe astrologu? Jo, nuk duhet besuar në atë që thonë. Allahu thot, thuaj, askush veç Allahut, as në qiell, as në tokë, nuk e di të fshehtën. Surja Neml 65. O ju që besuat, s'ka dyshim se vera, bixhozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës për fall, janë vepra të ndyta nga shejtani. Pra, largohuni prej tyre që të jeni të shpëtuar. I dërguari Allahut alayhi selam ka thënë, kur shkon te pallxori dhe astrologu dhe i beson asaj çka thot, ai e ka mohuar atë që i ka zbritur Muhamedit alayhi selam. Madje nuk i lejohet të sëmurit që të shkojë te pallxorët, të cilët pretendojnë zbulimin dhe njohjen e të fshetave, duke u kërkuar atyre që t'i përcaktojnë llojin e sëmundjes. Gjithashtu, nuk i lejohet të sëmurit që t'i besojë fjalëve të tyre, sepse ata flasin me hamendje, duke u përpjekur t'ia qellojnë njohjes së të fshetës, ose flasin duke përdorur xhinët dhe duke u kërkuar atyre që t'i ndihmojnë për realizimin e qëllimeve të tyre. Gjykimi për këta njerëz është kufri dhe humbja, nëse pretendojnë njohjen dhe zbulimin e të fshetës. Imam Muslimi ka transmetuar në Sahihun e tij se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur shkon te pallxorët dhe i pyet për diçka, atij nuk i pranohet namazi për 40 ditë. Po ashtu transmetohet nga Ebu Huraira radiallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur shkon te pallxori dhe i beson fjalëve të tij, e ka mohuar atë që i është zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të hadith e transmeton Ebu Daudi, ndërsa Hakimi e ka saktuar hadithin nga profeti sallallahu alaihi wasallam me këtë tekst. Kur shkon te pallxori ose te parashikuesi së ardhmes dhe i beson fjalëve të tij, e ka mohuar atë që i është shpallur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet nga Imran ibn Husein radiallahu anhu, i cili tha, profeti ka thënë: nuk është prej nesh ai që bën supersticione, beson në bestytni, as ai që i kërkon dikujt tjetër që ta bëj për të, nuk është prej nesh ai që edh fall, as ai që i kërkon dikujt tjetër ta bëj për të, nuk është prej nesh ai që bën magji ose kërkon që të bëhet magji për të. Ku shkon tek pallxori dhe i beson fjalëve të tij, e ka mohuar atë që është zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto hadithe të nderuara tregojnë qartë ndalimin e shkuarjes tek pallxorët, te paraqikuesit e të ardhmes, te magjistarët dhe të ngjashmit me ta, si dhe ndalimin e të pyeturit dhe besimit të fjalëve të tyre. Prisit, sundimtarët, të ngarkuarit me përgjegjësinë e ndryshimit të së keqes dhe çdo kush që ka pushtet, e ka detyrë që t'i ndalojë njerëzit nga shkuarja në përpallxore të tjerë, si dhe të ndaloj kryerjen e këtyre veprimeve në tregje, në rrugë apo ambiente të tjera publike, dhe t'i qortojnë me mënyrën më të ashpër si praktikuesit, ashtu edhe ata që u shkojnë pas.